flot, ti prap mund jesh e dhon, për të dashurorit me zemër. Unë si profesion taksist kam 15 vite që punoj, ka rreth 6 vite që punoj me imazhin e Elvis Presleyt në sistemin diktatorial. Muzika rock and roll ka qenë shumë e ndaluar dhe unë i mbaja fshehur asin fotot e Elvisit. Në pamundësi për të realizuar një lokal të Elvis Presleyt, thash për realizoj në taksin time, e realizova. Unë ndjehem shumë i plot, sepse ajo ëndra ime që ka qenë dikur në Surtar, sot ka dalë domethënë, dhe po bën xhirën jo vetëm nëpër Shqipëri, po edhe në Ballkan, edhe në gjithë botën. Ashtu sikurse edhe shqiptarët, normalisht edhe kam dhe klientë huajt janë edhe më të ndjeshëm ndaj muzikës së Elvis Presleyt, kanë dalë të kënaqur nga makina ime. Kto janë nga gjithë bota. Mund të themi nga Italia, nga Greqia, nga Gjermania, Turqia, Amerika, Anglia, edhe nga vendet e Ballkanit, njerëzit dalin të kënaqur nga taksia ime, e cila është 1, nuk është 2, dhe për këtë gjë më vjen mirë, ashtu sikurse edhe Elvis Presley është 1 dhe nuk janë 2.